Avokati i Dajet Beqiri thot se në Hag po gjykohet liria e Kosovës dhe sipas tij Serbia ka përgatitur dosjet kundër ish-krerëve të UÇK-s, duke paguar dëshmitar të rrem. Në një intervistë televizive Beqiri u shpreh se kryeministri i Kosovës Albin Kurti po humbet shtetin e Kosovës për pushtetin e tij personal. Doli dhe e famshmja shtëpia e verdhë, ishte një shpifje e ndyrë. Gjoja Serbia kishte prova dhe kjo ndikoi që të krijojë gjykata speciale. Faktori ndërkombëtar mendoi se përtjetër gjë do krijojë kjo gjykatë. Kjo gjykatë devijoi po gjykon UÇK-n, shtetin e Kosovës dhe lirinë e Kosovës. Ajo ka marrë në mbrojtje agresorët serb. Problemi është në Kosovë, nuk mund t'ja falë që pasi u bë kryeministër i Kosovës, Albin Kurti t'i janë errur syt. Po shet shtetin për pushtetin, shteti është UÇK-ja, e gjithë Kosova, forcat politike duhet të jenë të njëzëshme. Kurti i ka mundësitë që të bëjë një referendum popullor për të mos njohur vendimet e saj. U ka errur syt pushteti për të shtuar vota, po humbasin dhe themelet e shtetit të tyre, theksoi Beqiri.